Skënder Hita mori detyrën këtë të martë si drejtuesi i policisë së shtetit. Betohem. Dorëzimi i detyrës u bën nga drejtori i komanduar së Kol Bishga, i cili i kaloi stafetën Hitës. Kryepolici i ri u zotua për luftë pa kompromis ndaj korrupsionit, duke nisur nga vetë radhët e policisë së shtetit. Prioritetet tona janë të qarta. Lufta pa kompromis kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, duke filluar dhe nga radhët tona. Rritje akoma më shumë e parametrave të sigurisë në shkolla dhe në çdo komunitet. Forcimi i rendit dhe i sigurisë në të gjithë territorin e vendit. Në ceremoninë e betimit, zëvendës kryeministri Albana Koçiu tha se detyra e parë e drejtorit të ri është forcimi i standardit të policisë së shtetit. Përzgjedhja e tij është një provë e qartë se karriera në policinë e shtetit ndërtohet mbi meritën, transparencën dhe integritetin e drejtorit të ri, është pikërisht forcimi i këtij standardi në çdo hallk të tij, i kësaj organizate që në fakt është një nga organizatat më të rëndësishme të shtetit shqiptar. Ndërkohë, ministri i Brendshëm Besfort Lamallari la treporosi Hitës, ku kërkoi që policia e shtetit të mbetet një institucion në shërbim të qytetarëve dhe jo mbi ta. Ju merrni këtë detyrë në një moment ku kërkohet leadership i fortë, vizion i qartë dhe vendosmëri. Besimi që ju është dhënë sot është njëkohësisht dhe një pritshmëri e lartë për të çuar përpara një polici moderne, profesionale dhe në përputhje me standardet më të larta evropiane. Roli juaj është i qartë. Të forconi më tej profesionalizmin, të thelloni luftën kundër paligjshmërisë dhe të garantoni që policia e shtetit të mbetet një institucion në shërbim të qytetarëve dhe jo mbi ta. Skënder Hita, me një karrierë mbi 20 vjeçare në policinë e shtetit, ka drejtuar disa nga drejtoritë më të rëndësishme vendore të policisë së shtetit, si në Dibër, Shkodër, Durrës dhe së fundmi në Fier.